Kuvendi duhet konstituohet, nuk ka alternativë ndaj konstituimit kuvendit, dihet qartë kush i bën propozimet, si bëhen propozimet dhe si shkon procesi, mirë po deri tani ende nuk kemi asnjë progres në këtë fushë. Keni qenë dëshmitar të letrës që kryeministri i ka dërguar Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila nuk është marrë parasysh, përkundrazi ka ardhur një propozim absurd, i cili ta kujton vitin 1999, kur Kosova e sapo dal nga lufta, do duhet të gjente zgjidhje tranzitore. Unë dua të besoj që brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndoshta jo vetëm në kuadër të grupit parlamentar, ka mjaft njerëz të cilët mendojnë përtej interesit personal, edhe që ata njerëz do të arrisin presionin ndaj kryetarit të tyre Abdi Xhiku, edhe ndaj LDK-s në përgjithësi, me qëllim që LDK-ja të bëjë një lëvizje pozitive në të mirë të Kosovës.